Horoskopi. Dashi. Shefi në drejtimin e të cilit punoni nuk duket se i merr në konsiderat të gjitha perspektivat. Ky këndvështrim i shkurtër i situatës po shkakton vështirësi të mëdha për ju dhe kolegët tuaj. Qasuni e prorëve tuaj butësisht në vend që t'i akuzoni. Demi. Në një atmosferë kur njerëzit janë shumë të ngurtë dhe të bllokuar në rrugët e tyre, qëndrimi juaj i qetë dhe adaptues do të jetë një lehtësim i mirëpritur për njerëzit përreth jush. Mos i nënvlerësoni përfitimet e mrekullueshme të natyrës suaj të ëmbël dhe bujare. Binjakët, je përballur me një val fati të mirë, jepuni meritat atyre që ju kanë ndihmuar gjatë rrugës, sigurohuni që të vlerësoni të tjerët për punën e tyre të palodhur dhe këshillat e tyre të forta, të cilat ju kanë ndihmuar të arrini aty ku jeni sot. Gaforia. Do të biesh në konflikt me dikën në një rol udhëheqës, zbut tensionin e këtij takimi duke marrë një këndvështrim më të gjerë. Tani për tani ke një perspektivë shumë të kufizuar të së vërtetës dhe kjo po shkakton fërkime me të tjerët. Luani, duhet të jesh më praktik me idetë tua në kohën e tanishme, mos u rrëmbesh shumë. Zgjerimi dhe të menduarit përpara janë të dobishëm, por vetëm nëse ka një themel të fortë mbi të cilin të ndërtosh gjatë fazave të hershme të lojës. Virgjëresha. Gjendja juaj shpirtërore në përgjithësi është e fortë dhe praktike, por qasja juaj do të jetë efektive vetëm nëse jeni të gatshëm të merrni një rol udhëheqës. Vendosni idetë tuaja në plan të parë dhe në vend që t'i lini t'i humbasni në rëmuj, ky është çelësi juaj i suksesit. Peshorja. Dikush me një pikpamje më tradicionale se si duhet të funksionojnë gjërat, po krijon shumë vështirësi për ju sot. Ju doni të merrni iniciativën dhe të zgjeroni dhe të ecni përpara në mënyrë krijuese, ndërsa ky person dëshiron që ju të frenoni. Gjeni një kompromis. Akrepi. Mos u tërhiq nga pozicioni yt, se jeni në një situatë favorshme me të cilën mund të arrish shumë. Presioni mund të vijë nga dikush me një qëndrim mjaft arrogant, mos e lejo këtë të shqetësojë, qëndro gjithmonë i vendosur. Shigjetari. Dikush me shumë ndikim do të hyjë në jetën tuaj sot dhe do t'ju ofrojë një mundësi të re fantastike pune. Vërtetoni se meritoni këtë duke demonstruar qëndrimin tuaj të besueshëm dhe të qëndrueshëm. Një shumë e madhe parash vjen së bashku me këtë ofertë. Vritsjapi. Kjo është një periudhë vështirë e muajit për ju në karrierë dhe sot situata është përkeqësuar nga një epror që ju bën presion dhe kërkon rezultate. Jeni fleksibël dhe të gatshëm për të akomoduar në vend që të bëheni kokfort dhe të imponuar. Ujori. Mund të luash me fat të mirë dhe fat të mbar sot, por vetëm nëse je në gjendje të shpërfillësh ata që vazhdojnë të kenë një qëndrim negativ ndaj situatës tënde. Mos u shqetëso për perspektivën e tyre të pashëndetshme dhe dritë shkurtër. Peshqit. Peshqit, një aleat i juaj është në një situatë vështirë, pavarësisht nëse ky person ju ka kërkuar ndihmën drejt për drejt apo jo, është e rëndësishme t'ju ofroni një dorë mbështetëse. Inkurajoni miqtë tuaj në kohën e tyre të nevojës, do t'ju duhet ndihma e tyre më vonë.